Ju i keni intervistuar shumë personalitete, aq shumë sa realisht nuk i mban mend njeri as unë jo. Cili është një personalitet, besoj i huaj, kam përshtypjen, se këtu në Shqipëri besoj që ka ngel njeri pa intervistuar. Cili është një personalitet që ju do të donit vërtet ta intervistonit? Jo, ka një personalitet shqiptar nëse mund të që nuk e kam intervistuar dot për televizion, po e kam intervistuar për gazetë, që është Ibrahim Rugova. Nuk arrita intervistë televizive me të, kam vetëm një intervistë të gazetës Aleanca, më duket, të vitit 93 ose 94. Dhe natyrisht me të jam ulur shpesh, e kam takuar shpesh, kam folur shpesh, domethënë e kam shkruar dhe në librin, por nuk arrita dot ta intervistoja për televizion. Personaliteti tuaj është një personazh, domethënë un kam qenë i lidhur emocionalisht me 3 personazhe që konsideroja që kishin ndikuar shumë në jetën time në momentin e ndryshimit të jetës time. Papa Gjon Pali II ose Papa Vojtila, siç e quajmë, George Herbert Bushi, pra Bushi i plak, i vjetër, dhe Gorbaçovi. Me Gorbachevin tentova ta intervistoja, nuk arrita dot. Papa Vojtilin e kam takuar, George Herbert Bushin e kam takuar kur ka vizituar Tiranën. Gorbachevin nuk arrita dot të takoja as kur erdhi në Tiranë. Ai ka ardhur tani vonë biles. Po ai ka ardhur për 10 vjetësh, më shumë se 10 vjet. Por merdi shumë keq për shembull sepse kur ai ndroi jetë në vitin 2022 do kisha shkuar për omazhe në Moskë, nëse nuk do të ndodhur lufta e Ukrainës ato ditë, do kisha shkuar realisht sepse unë i dedikoj një transformim të jetës time këtyre 3 personazheve. Po një intervistë që do ta konsideronit më të vështirën të gjithë karrierës deri më tani. Intervista nga më të vështirat është një e muajve të fundit, është intervista me nënën e Martin Camaj, djalit të vrarë 14 vjeç në studio. Nuk është e vështirë, është te jetë e vështirë që ti të pyesësh një nën që ka humbur fëmijën për të treguar detaje nga kjo gjë. Është shumë e rëndë, por kur je në gazetari, kur je në profesion, ti do ta bësh për hir të profesionit. E fundit. Por ndonjëherë edhe humbet atë balancën mes qeniet një njeri i mendjeshmërie dhe profesionist, po. E fundit dhe e mbyllëm. Nga Tirana e Nonës, cili është një vend që do ta zgjidhnit? Padyshim shtëpia e nonës, e cila ndodhet vetëm 50 metra në vija ajrore nga këtu, është e njëjta shtëpi siç është ndërtuar në vitin 1928, nuk ka asnjë ndryshim, domethënë ka ndryshimet që i sjell koha, po është e njëjta shtëpi, madje edhe herën e fundit që isha më kujtua një batut nga një balkon që shifet po të dalësh tu ndritare, është balkoni i vogël i shtëpisë, që nona e tregonte gjithmonë dhe ishte një nga aspektet humoristike që edhe në ditë vështira ne qeshnim me të. Një usta që e mbylli balkonin e bëri, u ul në balkon sapo balkoni mbaroi, pra mbasi dha atë mistrinë e fundit dhe i tha zonjë ma bëj kafe. Nona shkoi ta bënte kafe, nuk kthye, kur u kthye u tmerrua se balkoni kishte rënë megjithatë, se si duket kishte bënë mirë, kishte rënë, edhe lëshoi një ulërim, kurse ustaj, se nuk është në lartësi e madhe, dy katçi, ustaj nga poshta, zoj tha jo jam mirë, po shqyr që s'më bëne kafen se do më ishte derdh.